Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma. Kosova qeli javën me lajme të vjetra për zhvillimet kryesore politike e me lajme të reja mbase për zotimet që dha edhe me heret zoti Kurti duke njoftuar se ka vendosur për dhënë rrogën e 13 për gjithë kontingjentin e të punësuar në sektorin publike shtetëror. Ata që paguan nga buxheti i Republikës së Kosovës. Ndërkohë, kriza po troket në derë dhe sot zoti Kurti nuk tha asnjë fjalë mbi dhënien e qeverisë që mbajti se çdo të ndodh me temën e presidentit. Analizë me kolegun Afrem Kasolli. Kasolli, faleminderit për kohën. Knasirit. Qeli Kosova këtë javë përsëri me lajme të vjetra. Me lajme të reja mbase që mund të jenë projekcion i një fitoreje për politike për zotin Kurti, për rrogën e 13, por jo për temat reale që po bojnë Kosovën në këtë krizë. Gjithsesi shini. Po, do të thotë tema kryesore, e cila ka qenë ditur prej përfundimit të zgjedhjeve parlamentare, nuk u adresua dhe duke që as nuk do të adresohet, mbase do të ketë inskelime, do të ketë përpjekje formale gjoja për gjetur një zgjidhje sa i përket blokadës së re politike, mirë po që jo ndonjë impenjim serioz politik që me të vërtetë do thotë vendi të mos shkojë në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme parlamentare që mund të imponohen edhe pak disa kanë mbetur tashmë kemi hyrë dhe besoj 29 ditë apo sa janë. Do të konsumohen këto ditë me këto lojra, politike, por unë jam skeptik që Kuvendi i Kosovës tash është përgjegjësia e kuvendit, po them sepse dihet kjo është përgjegjësia e liderëve e partive politike, mirë po në kuptimin procedural Kuvendi i Kosovës nuk besoj që do të ja dalë, do të ta plotësoj vendin vakant i cili tashmë krijohet. Normalisht do të plotësohet përkohësisht nga ushtruesja nga kryetaria e kuvendit si u dë detyre e presidentes, mirë po që realisht në kuptimin e kapaciteteve të plota është vend vakant. Kështu që kjo krizë tash do të na shoqërojë, do të ketë arsyetime e përpjekje se kush është fajtor për situatën në cilin jemi ka ta ndisur, jo diçka e re, ajo që thatë ju në fillim të emisionit, ripriza e të njëjtës skemë politike që po na shoqëron e po na mban në një rreth vicioz tashmë më shumë se një vete diçka që realisht e mban vendin të bllokuar në dimensionet kryesore të tij, sepse e mban fokusin në një çështje që unë konsideroj totalisht të parëndësishme në kuptimin politik që ka mundur të zgjidhet pa kurfar telashe, jo që pse pozita e presidentit nuk është e rëndësishme. Mos keq kuptohet ky arsyetim politik, por është pozitë që më spaku ka pasur arsye që vendit mbetet peng i kësaj teme, mirë po jemi ku jemi rrit me këtë strukturë, me këtë klasë politike, me këtë qeveri e cila ka zgjedhur si strategji të saj të elektorale këtë metodë për të maksimalizuar pushtetin e saj, duke inskenuar kriza e duke mbajtur vendin të bllokuar në vazhdimsi. Javën e kaluar, zoti Kurti zhvilloi një takim me presidentin francez Macron. Të duket se pati shumë transparencë në atë që tha Kurti se që ndodhi në atë takim? Po tash ne pak a shumë takimet këtilla e dim çka mund të diskutohet, sepse duhet ta ndëgjojmë edhe anën tjetër dhe në mënyrë të vazhdueshme, do thotë përfaqësues diplomate, përfaqësues të BE-s se çka kanë adresuar në raport me Kosovën. Pavarësisht në arsyetimin sot të kryeministit Kurti para kabinetit qeveritar do të ishte tejet i vakt apo gjysmak, do thotë ajo sa ai që ka deklaroi që kanë bashkëbiseduar me të agenda integruese, problemi i Serbisë e tjera, do thotë ishte një përshkrim general. Unë jam i bindur që nuk ka mundur të shmanget që edhe nëse ka qenë tema dhe agenda eurointegruese e Kosovës, nuk ka mundur të shmanget sa i përket plotësimit të disa parakushteve që Kosova i ka në tavolinë që një kohë të gjatë të cilat janë shndruar në pengesë sa i përket kësaj agende. Mbase do të isha i lumtur, por nuk besoj, më duket në sens logjik që Franca, Gjermania, vendet
që kanë peshën kryesore në Bashkimin Evropian, sa i përket edhe rajonit të Ballkanit Perëndimor në agjendën e tij integruese, do të bënin kompromise të asaj natyre që do të tërhiqeshin në raport me detyrimet që ja kanë vendosur në këtë agjendë. Dhe kjo do thotë Kosova do thotë edhe Serbia në raport me vendet e tjera do thotë në dy binar lëvizin këtë drejtim. Krahas reformave të brendshme strukturore që duhet ti plotësojnë, që janë kriteret e sundimit, ligjit e tjera, tash janë disa kapituj aty të mos i numërojmë të gjitha. Këto dy vende po ashtu e kanë edhe Maqedonia e Veriut, po ashtu do të thotë që ka të bëjë me kontestin që e ka me Bullgarinë sa i përket ndryshimeve kushtetuese për përfshirjen e elementit bullgar. Do të Kosova dhe Serbia në këtë drejtim dhe Maqedonia e Veriut kanë disa probleme që lidhen kryesisht ndërmjet vete, do të thotë në raport me normalizimin në raport me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre, progresin në këtë drejtim që janë zotuar në Bruxelles me marrëveshjet që publikisht i kanë pranuar që në mënyrë decisive thot qartë në tekstin e marrëveshjes se të dy vendet do thot pajtohen që agjenda e tyre integruese kurzohet nga progresi në drejtim të zbatimit si të marrëveshjes së Brukselit ashtu edhe të aneksit të zbatimit të Ohrit që konsiderohen si një ombrellë e rëndësishme politike sipas këndvështrimit të Brukselit, por edhe tash edhe sipas këndvështrimit zyrtar të qeverisë të shtetit Kosovës dhe të Serbisë, sepse janë pajtuar me atë formulim tash. Nuk mund të kemi këtu lojra të dyfishta, që kjo është rruga që këto dy vende i çon në drejtim të normalizimit të raporteve të tyre dhe që e qel agjendën e integrimit të organeve. Vetë dështimet që i kanë ndodhur Kosovës në këtë drejtim, i kemi bashkëbiseduar në mënyrë të vazhdueshme, janë të kurzuara në këtë aspekt. Kosova nuk është pranuar në Këshill të Evropës që ka pasur vërejtje serioze sa i përket Kosovës. Normal, sulmet është kritikuar edhe në raportin e ekspertëve të këtij mekanizmi, gjuma e vazhdueshme brutale në raport me institucionet e drejtësisë, por për shkak të peshës madhe që ka normalizimi i raporteve nuk është fokusuar shumë në opinionin publik. Se nuk është që s'është në raport nuk kritikohet kjo sjellje e qeverisë së Kosovës, veçanërisht me sulmet e vazhdueshme ndaj sistemit të drejtësisë. Mirë, po kjo temë predominon, do të thotë edhe këtë agjendë, vetë fakti që Kosova do të thotë momentet finale ka dështuar në këtë sa i përket jetësimit të këtij synimi i cili ka qenë më afër se kurrë asnjëherë tjetër në historinë tonë si shtet, edhe për shkak të një klime ndërkombëtare që u krijua do të në vendimarrje sa i përket këtij trupi, në fund do të dështoi kjo iniciativë pikërisht për arsye të raporteve me Serbinë, jo për diçka tjetër. Këshilli ministror do të thotë diçka e paprecedent, nuk e zbatoi rekomandimin e Asamblesë Gjenerale të këtij trupi. Kryesisht e lidhur me këtë agjendë. Ne patëm pastaj ato përpjekjet qesharake në momentet e fundit, nëse të kujtohet ministrisë. Në 12 natës tensionet që u krijuan me presidentën, nëse i mbajmë nga aty pastaj mund të gjendet edhe zanafilla e këtyre tensioneve politike në njërin anë ndërmjet qeverisë dhe presidentës. Kryesisht që filloi me këtë temë ku presidenti pat një sulm brutal ndaj qeverisë së Kosovës, se i sakrifikuan parimet e sovranitetit të shtetit të tjera me këtë lëvizje të njëanshme politike. Do që ishte një lloj përpjekje qesharake se përshtypja krijohet ashtu tash. Ne qeveria mund të arsyetojë që përshtypja krijohet një lloj përpjekjes duke trajtuar politikën ndërkombëtare siç i trajtojnë qytetarët e Kosovës me kalkulimin se mund t'i mashtrojnë në momentet e fundit. A kështu u kriju përshtypja që në momentet e fundit po e plotësojmë këtë, po nuk shkon në politika ndërkombëtare në këtë mënyrë. Është qesharake të sillet një shtet i cili pretendon të jetë i përgjithshëm në këtë terren, që në çastet e fundit po i plotëson kriteret, po e dërgojmë në gjykatë një draft statut tjetër, jo këtë, të cilin vetë kishin lavduar, lloj inskenime të çastit, që vetë e ka komplikuar edhe më tepër pozicionin e Kosovës në këtë drejtim, sepse ka transmetuar një mesazh si një shtet i cili dëshiron të antarësohet në njërin prej organizatave më të rëndësishme të komunitetit evropian. Të jemi qartë, nuk është organizatë e BE-s, por komuniteti evropian sa i përket respektimit të standardeve demokratike, të sundimit të ligjit dhe tjera, me lojra dhe me inskenime të çastit. Kështu që kjo krijon me të vërtetë krijon një imazh qesharak për shtetin e Kosovës tek ata partnerë me cilët duhet të adresohet të rregullohet kjo çështje. Normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi nisi në vitin 2011, që një proces fillimisht teknik, siç është thënë, e më vonë e tash politik. Po e bëj këtë pyetje
për të tërhequr një paralele dhe për ta vlerësuar se si ndikoi ky dialog kaq vite në rolin e BE-s në Ballkan. Sot në Serbi shohim një BE që ka shumë pak ndikim. Disponimi njerëzve tregon që nuk e shohin shumë BE-n si adresë të premtimit madh të tyre, të antarësimit të këtij vendi. Një letër e para disa javësh e 12 ligjvënësve amerikan drejtuar Marco Rubios paralimëroi një shqetësim të madh se reduktimi, siç është thënë vetë këtë pjesë po du me lexu, prandaj roli destabilizues i Rusisë në Ballkanin perëndimor, për të cilin thuhet se ka tentuar vazhdimisht të shfrytëzojë përçarjet në rajon dhe të adoptojë ndikimin e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Këtë aspekt po lidhen duket që si ka qenë BE në 2011, si është sot në ndritën e zhvillimit të dialogut. Rrit nuk ka diskutim, do thotë që Bashkimi Evropian kur ka filluar ky dialog ka pasur një pozicion krejt tjetër. Edhe marrëdhëniet ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian kanë qenë tjera. Edhe marrëdhëniet ndërmjet BE-s dhe Rusisë kanë qenë krejt tjera. Do të kemi pas një botë krejt tjetër kur ka filluar ky dialog. Ne e dimë do të që pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare drejtësi që e konsideronte legale shpalljen, pavarësisht që ishte një fitore jashtëzakonshme ndërkombëtare për shtetin e Kosovës, të paktën në planin ndërkombëtar, do të alatët u përcaktuan që për ta rihapur edhe një herë temën e dialogut për normalizim ndërmjet dy vendeve me theks të veçantë për shkak të antarësimit të dy vendeve në Bashkimin Evropian, duke marrë si shkas vendet e tjera që kanë pasur probleme të kësaj natyre dhe që janë konsideruar më pastaj pengese, dim rastin e Çiprës e tjera, dhe BE ka konstatuar që këto dy vende fillimisht duhet të zgjidhin telashën ndërmjet vete, të arrijnë deri te një paqe, është menduar të arrijë deri te një traktat i paqes e i njohjes, qëllimi i dialogut, do të thotë sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë të vazhdueshme kanë thënë që qëllimi final i dialogut Kosovë-Serbi duhet jetë njohja reciproke në mënyrë që të marrin fund armiqësitë ndërmjet këtyre dy vendeve. Pastaj ne dimë se çka ka ndodhur në botë realisht. Nuk është që Kosova nuk ka përfituar nga procesi i dialogut, do të mënyrë të vazhdueshme kemi pasur edhe marrëdhënien e parë kontraktale me Bashkimin Evropian në procese sipër, mirë po duke filluar nga viti e kemi bashkëbiseduar duke filluar nga viti 2015, edhe për shkak të krizave të brendshme politike thuaj se kemi stagnuar në këtë drejtim. Përpas liberalizimit të vizave nuk do të ky dialog edhe BE si faktor në Ballkan. Po, unë pajtuam për shkak sepse paaftësia dhe Bashkimit Evropian që të jetë një arbitër më vendimars, një arbitër më i zëshëm në këtë drejtim, që të jetë një autoritet, ne dimë edhe në raste të caktuara, do thotë edhe gjatë dialogut BE-a shpeshherë nuk ka pasur kapacitetet ta imponojë agjendën e saj pa ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse mbrapa dialogut kanë qëndruar, kanë qëndruar edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ideja që dialogu të menaxhohet nga BE-a dhe të marrin fund forumet e mëhershme ndërkombëtare që i kanë adresuar raportet Kosovë-Serbi, siç ka qenë grupi kontaktit e tjera dhe largimi i organizatës së Kombeve të Bashkuara, ka qenë e nisur nga premisa vetëm me përjashtimin e Rusisë nga ky proces. Kjo ka qenë ide, që me që Rusia nuk ishte vend antari i Bashkimit Evropian, atëherë të gjendej një mekanizëm ndërkombëtar i cili e merr për barë këtë mision dhe që Rusia nuk e ka të drejtën e saj vendimorse sa i përket normalizimit të raporteve dhe me drejt analist kanë vënë në pas që shpeshherë këtë proces shumë e kanë dëmtuar vendet mosnjohëse se sa Rusia. Vendet mosnjohëse të Bashkimit Evropian, duke qenë se nuk kanë folur me një gjuhë unike, do të BE nuk ka qenë në gjendje të flasë me një gjuhë unike në raport me këtë proces, ka qenë një pengesë shumë më e madhe serioze se sa Rusia sa i përket përshpejtimit të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Rusia ka qenë pengesë në Këshillin e Sigurimit, e cila mund të kërkojë aranzhmane ndërkombëtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjë që shpeshherë janë dërguar sinjalet edhe nga presidenti Putin që është i gatshëm të bëjë kompromise të kësaj natyre politike nëse i jeni pretendimet e tij në zonat e caktuara, gjeopolitike, por kjo është
kjo është një temë tjetër. Mirë po, do të dy prej orientimeve kryesore strategjike të Kosovës, do të atë të përshpejtimit të integrimit në NATO, që është një mekanizëm që do ta mjerë përfundimisht do ta garantonte sigurinë dhe qëndrueshmërinë e shtetit të Kosovës dhe në Bashkimin Evropian, ne duhet ta themi hapur pengesë më e madhe ka qenë Greqia, Spanja, Slovakia, sesa ka mundur Rusia ndërmjet elementeve të tyre brenda këtyre shteteve nuk përjashtohet mundësia nëpërmjet politikave subversive, por jo në kuptimin formal zyrtare, shtetëror. Prandaj pyetja e radhës në këtë temë. Kjo kozgjatje madhe e dialogut, sa po i ushqen zërat që krijojnë drama politike në funksion të projektimeve personale në Serbi, po edhe në rastin tonë. Po është thënë, do thotë ajo se mbeta bërç në pyetjen e paraprake, do thotë këtu mbase ka qenë edhe ndoshta një lloj gabimi që ka bërë Bashkimi Evropian, siç e përmendet rastin e Serbisë prej 60 e diçka % sa ka qenë disponimi elektoral disponimi publik, jo elektoral, disponimi publik i qytetarëve të Serbisë duke e parë integrimin në BE si agjendën e tyre kryesore, sot sipas ulëmtimeve të fundit ka rënë diku në 30%. Dhe ky ndryshim, do thotë, ky ndryshim i befasishëm nuk ka ndodhur rastësisht, nuk ka ndodhur brenda NATO-s. Ka ndodhur edhe me çësjen toleruese që kanë ndjekur Bashkimi Evropian ndaj regjimit të Aleksandar Vučićit, i cili në mënyrë të vazhdueshme brenda e ka ushqyer këtë naracion politik. Nëse shohim qartë, do thotë, nuk është që brenda NATO-s është krijuar ky skepticizëm i madh brenda Serbisë, i cili ka implikime. Faktori kohë, prandaj po sa ka ushqyer. Absolutisht, do thotë zvarritja e gjatë ka krijuar lodhje, ka krijuar depresion, ka krijuar edhe në Kosovë është vërtetër kjo. Mos harrojmë, do thotë, sepse agjenda duke qenë, ne kemi thënë disa herë, agjenda kryesore e shtetit të Kosovës në raport me Bashkinë Ndërkombëtare ka qenë dialogu Kosovë-Serbi. Dhe zvarritja e gjatë e këtij procesi, do thotë, negociatave të vazhdueshme kanë krijuar një depresion kolektiv, nëse nuk mund në mënyrë të saktë ta masim këtë fenomen, mirë, po ka krijuar një lloj skepticizëm, ka krijuar një lloj psikologjie të bllokadës politike, e cila jo është hakmarrë. Sa është rëndësishëm faktori kohë për këtë proces kompleks, po them. Të rikonfirmimit, se një konfirmim është, por nuk është dhe në praktik ky normalizim. Marrëveshjet janë arritur, mbesin detyrim për Kosovën dhe Serbinë, por në praktik Serbia është një vend që ka demonstruar obstruksion sistematik. Po. Por edhe kjo, do thotë, kjo zvarritje vazhdueshme deshëm apo s'deshëm krijon një klimë të përgjithshme politike, sociale, një ndjenjë të pezullimit, të mbajtjes pezull. Dhe atëherë dihet çfarë pasoja prodhon kjo ndjeshmëri e përgjithshme publike. Prandaj sa më shumë që vazhdon ky proces, sa më shumë që ne jemi peng, do thotë për shkak sepse duke qenë peng të kësaj teme, do thotë kjo po reflektohet edhe në agjenda të tjera shtetërore. Ne kemi rastin, siç i përmendëm këtu, sot e kemi, pavarësisht se disponimi i qytetarëve të Kosovës mbetet shumë i lartë sa i përket agjendës eurointegruese. Jemi vendi me Shqipërinë që kemi disponimin shumë më të lartë, diku mbi 80% sa i përket kësaj teme, por zvarritja e vazhdueshme krijon vetvetiu, krijon një ndjenjë desfatiste dhe një skepticizëm, krijon një lloj dëshpërimi politik, i cili nuk është reflektuar në Kosovë, nuk është reflektuar në raport me skepticizëm me Bashkimin Evropian, por me drama të brendshme politike është reflektuar. Sa kanë kompenzuar këtë pritje modelet e qeverisjeve në Kosovë? Tash pyetje për krahasim po bëj nga 2011 kur nisi ky proces e deri me tash. Me qenë se synimi jonë është të andarësohemi në BE dhe që vendi qeveriset po me ato standarde. Sa kanë arritur qeveritë që ato standarde, edhe pa qenë Kosova në BE, të akomodohen Kosovë, të vënë zbatim në Kosovë në mënyrë që së paku nga lloji i qeverisës për brenda të krijohet premtimi i madh për një Kosovë të brendshme evropiane. Por edhe nëse i shohim në parametrat formal, nuk është që Kosova nuk i ka zbatuar qeverisja jonë, po them sa ka kriju premtim
që Kosova për brenda është vërtet evropiane, që zbaton ligjet, që të mos ndodh migrimi, që të mos ndodhin shumë gjëra tjera që po godasin sektor të real. Migrimi ndodh. Sa e kemi kompenzuar nëse mund ta themi këtë. Pajtuam, kuptoj intencin e pyetjes. Migrimi kryesisht besoj ndodh për arsye ekonomike ndodh. Në planin ekonomik nuk ka diskutim që ka dështim galopant ndër vite sa i përket Kosovës. Por në planin formal do të thotë sa i përket miratimit të infrastrukturës ligjore, të standardeve që kërkohen nga Bashkimi Evropian për një shtet demokratik, nuk mund të mohohet që Kosova i ka plotësuar këto kritere, për shkak sepse të gjitha ligjet që miratohen në Kosovë duhet paraprakisht ta plotësojnë edhe ministritë kanë, secila prej ministrive ka departamentin për integrimin evropian dhe që secili ligj, secila infrastrukturë ligjore duhet të jetë kompatible me standardet që i kërkon BE-ja në këtë drejtim. Kështu që në planin formal juridik nuk mund të mohohet krijimi një infrastrukture juridike, politike që i ngjason dhe e përmbush pritjen e Bashkimit Evropian. Por tash në planin ekonomik nuk ka diskutim, dhe situata vetëm sa ka ardhur duke u përkesuar dhe që po e shohim do të me shtimin gjithnjë më të madh të kërkesave. Ka kriju një disponim. Ka kriju një lodhje re. Molisje, kjo po dhe sa ka zbe, po them kjo, sa mund ta kërcënoj që ta zbe edhe pritjen e Kosovës për një BE. Tash kjo varet edhe prej forcave politike. Jo tash se shumë faktor. Nëse zgjat, tash kjo varet edhe prej shumë forcave, edhe prej forcave politike, do të krijohen edhe forca politike që do ta ushqejnë opinionin publik, po e zonë me një agjendë skeptike ndaj Bashkimit Evropian. Kjo është shumë e rëndësishme aktualisht në skenën politike të Kosovës, formalisht nuk ka kësi lloj diskursi i cili e ushqen do thotë as nuk do duhet të kishte. Po ideja ime është aty të krijohen gjithë mirën parasysh, gjithë parametrat dhe gjithë variablat që ndikojnë. Po them figurativisht na kanë bërtur peng, edhe për shkak problemeve tona që kemi diskutuar, kësaj gare, këtij rivalitetit brendshëm që ka qenë i pashpjegueshëm deri në përmasa të një konfrontimit brendshëm për shkak dialogut. Mirë, po ajo që sa kanë arrit qeverit me kompenzu, me ofru qeverisje për brenda që ta jeton atë lloj qeverisje qytetari i Kosovës. Absolutisht, unë thash në planin formal juridik është krijuar, mirë, po edhe në shumë tema, në shumë vonesa, nuk është vetëm edhe faji i Bashkimit Evropian, këtu duhet ta themi pa ekuivoke, po ato kanë lindur për shkak të krizave të brendshme politike që i kemi krijuar, stagnimit që ka ndodhur me liberalizimin e vizave të tjera, mos krijojmë iluziona, ka ndodhur për shkak të paaftësisë së kuvendit të Kosovës për ta miratuar demarkacionin. Kjo është evidente. Dhe njëta sot do të ka të bëjë e njëta do të pengesat e reja që i kanë lindur Kosovës të këtë drejtim kanë bëjnë përsëri me zotimin që ka marrë Kosova në zbatimin e detyrimeve në procesin e menaxhuar nga BE-ja dhe paaftësia e brendshme. Arsye se pse tash ndodh kjo blokadë e brendshme në zbatimin e tyre është temë tjetër, mirë, por nga paaftësia e shtetit të Kosovës për të zbatuar këto detyrime. Në këtë drejtim prandaj nuk bën të krijojmë iluzione, ta hedhëm fajin vetëm edhe te BE-ja, sepse shpeshherë janë humbur disa momente të arta që kanë mundur të përshpejtohet kjo agjendë, mirë, po ne për shkak të lojrave të brendshme politike kemi kontribuar duke kurthyer vetveten në mënyrë që të zvarritet ky proces. Ndaj e vend theksin ligjvendësit amerikanë se Rusia po përpjeket që përçarjet në rajon mi mbajnë në tension dhe me dobësu ndikimin e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Kjo letër unë e lexova me vëmendje, me vëmendje, ka disa arsyetime pse i kërkon vendimarrësve në Shtetet Bashkuara të Amerikës që ta mbajnë prezencën aktuale të trupave të KFOR-it, do thot trupave amerikane në kuadër të forcës paqëruese të KFOR-it, krahas do të përmendet kjo, do thot mundësia e penetrimit gjithnjë më të madh të Rusisë që do ta minonte përpjekjen perëndimore për stabilitetin rajonal. Është edhe një sekuencë, mos harrojmë është edhe një sekuencë ku thuhet dhe nuk anashkalohet edhe shqetësimi që kanë sa i përket raporteve të qeverisë qendrore të Kosovës me minoritetin serb në pjesën veriore. Do thot kjo është shumë një element domethënës që sipas këndvështrimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, trupat e KFOR-it trupat amerikanë në kuadër të forcës paqëruese të KFOR-it duhet të vazhdojnë prezencën aktuale
edhe me synim për të shmangur tensionet e brendshme të kësaj natyre, të cilat më pastaj do të shfrytëzoheshin nga Serbia dhe Rusia si pretekst për të krijuar drama të reja politike. Kështu që ky element ka qenë për mua shumë shqetësues që SHVA sot do thotë konsiderojnë që sakta, bën ta lexoj. po, nëse Reduktimi i pranisë amerikane mund të dobësojë rolin politik dhe ushtarak të KFOR-it dhe të inkurajojë aktorë që e shohin tërheqjen e perëndimit si mundësi për të nxitur destabilizim. Pastaj vjen pjesa për Bosnjë e Hercegovinë. Ama është edhe një formulim do thotë me tekst të veçantë, nga që po e them tash nuk është vështirë në këto momente ta gjejmë mirë, po të zotohem se në emisionin e ardhshëm Këtu e kam. po Nëse SHBA kontribon me rreth 500 ushtar në një mision prej afro 5000 trupash në total. Një prani që sipas tyre ka ndikim të madh strategjik dhe shërben si faktor i rëndësishëm për ndaluar ndaj për shkallëzimit të mundshëm të tensioneve në rajon dhe në Kosovë me tekst të veçantë që raportet e qeverisë qendrore të Prishtinës me minoritetin serb në pjesën veriore. Dhe kjo për mua ka qenë më shqetësuese pak sepse sipas këndvështrimit të këtyre kongresmeneve edhe qeveria e Kosovës me sjelljet e saj shihet si një lloj burimi i mundshëm i destabilitetit të brendshëm, gjë që e konsideron të domosdoshme prezencën aktuale të trupave amerikane në kuadër të KFOR-it për të shmangë eksese të këtilla. Kasolli, diskutuam deri me tash edhe këta minuta, po shihet që kjo temë na ka mbajtur vazhdimisht, ka qenë kryetema, vijon të jetë kryetema realisht e gjithatë interesimit ndërkombëtar, që ky rajon të bashkë ekzistojë me paqen dhe me normalitetin, me një BE të fortë, me një NATO dukshëm të fortë. Dhe kur shohim gjithë këtë interes jo vetëm tyre, po është interes edhe i rajonit Kasolli, shohim që zbatimi atyre detyrimeve nuk është në horizont. Zoti Kurti nuk tha nëse Macron t'i ketë kërkuar që qeveria e Kosovës çoj për kontroll kushtetues draft statutin e asociacionit, nuk tha asnjë gjë nga ai takim, që është takim i rëndësishëm natyrisht. Presidenti i Francës është një pjesë autoritet më të rëndësishme në BE. Po ndëgjore nuk ka dhe nevojë thuhet. Kanë thënë ata pas takimit nuk ka, unë besoj që nuk u përmend nëse Kurti ka dhënë zotime data, afate kur do ta bëjë etj. Tash brenda mbasa ka mundur ta bëjë një gjë të tillë, mirë po maskohet para opinionit publik, nuk ka nevojë të thuhet, do thotë kushdo që i ka përcjellë zhvillimet politike, kushdo që i lexon si thash edhe anën tjetër sa i përket kërkesave të partnerëve ndërkombëtar, kjo situatë është e qartë. Asnjë milimetër nuk do të mund të lëvizet në drejtim të bashkëbisedimit që kanë pasur sa i përket agjendës integruese të Kosovës pa plotësimin e këtyre parakushteve. Nuk është Franca dhe Gjermania vende që do të detyrohen të bëjnë kompromise me zotimet e tyre publike, sepse më në fund janë ndërgjegjësuar sepse më në fund edhe ato janë ndërgjegjësuar, janë iluminuar që çësia e tyre ka qenë gabim në raport me Kosovën dhe se tash do ta ndrojnë strategjinë e tyre, do t'i zbehen e do t'i ndryshojnë kriteret që i kanë në raport me Kosovën, duke plotësuar vizionin e vetëm të qeverisë së Kosovës se si duhet të shkohet në këtë drejtim. Kjo është evident, edhe pse s'kemi qenë pjesë e takimit, jam i bindur që kryetema ka qenë kërkesa e zotit Macron, për shkak sepse është njëri prej mbartësve kryesor të planit franko-gjerman, mbi cilin është ndërtuar marrëveshja, edhe është dizajnuar marrëveshja baze Brukselit, që Kosova të lëvizë në këtë drejtim, dhe nëse ne i shohim të gjitha dokumentet, të gjitha e Bashkimit Evropian në raport me rajonin, duke filluar prej raportit progresit e tjera, dëshëm apo s'dëshëm ta pranojmë hapi fillestar në drejtim të normalizimit të raporteve BNB Kosovën. Nëse mund gjendet në një kompromis politik në të ardhmen është temë tjetër, mirë po hapi fillestar, do thotë ajo që fillimisht kërkohet nga Kosova që ta adresoj çështjen e bashkësisë së komunave, fillimisht në gjykatë kushtetuese, më pastaj në procedura tjera, dhe tek pasi Kosova ta bëj këtë hap fillestar, detyrimi tjetër BNB Serbinë. Kështu janë të renditura gjërat. Nëse mund ndrojnë ndërkohë, uroj që të ndrojnë ndërkohë, uroj që gjithë presioni të BNB Serbinë, unë i kam vërejtjet
unë po flas vetëm në aspektin procedural, institucional dhe zyrtar, se edhe unë i kam vretjet e mia personale sa i përket shpesh çështjes duale dhe çështjes asimetrike që ka pasur BE-ja në raport me këtë proces. Dhe në emisionin e kaluar unë ti e din kam kritikuar çështjen e presidentit Macron, sepse agenda e tij shtetërore nuk i kontribon normalizimit të raporteve Kosovë-Serbi. Dhe këtu do të kam qenë kritik edhe ndaj orientimit të kryeministrit Kurti me theks të veçantë ka Franca dhe duke i shkputur thuajse të gjitha kontaktet diplomatike me administratën amerikane. Realisht na sot skemi Kosova sot s'ka kontakte, nuk di ambasadori mbase mund të ketë ndonjë takim, por kontaktet mirëfillta me këtë administratë shihet që Kosova nuk ka. Dhe për të rikthyer ajo pse dëmton normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, çështja shtetërore dhe interesat personale politike të presidentit Macron. Siç e kam thënë në emisionin e kaluar në Beograd pas marrëveshjes për blerjen e avionëve luftarak nga Franca, nga shteti serb, kur i shpyetur për politikën duale të Serbisë, edhe me Rosinë edhe me Macron kishte thënë që ne nuk mund të përzihemi në vendimarrjen sovrane të një shteti. Dhe tash ti po pret, nëse Vučići fiton kësi tolerancë politike prej Macronit, ti po pret që disa zyrtar, burokrat të BE-s mund të ushtrojnë presion mbi të? Kjo është qesharake. Nëse ai fiton as imuniteti politik dhe diplomatik nga një shtet si Franca, që mund ta vazhdoj lojën e tij të dyfisht politike, edhe me perëndimin edhe me Rusin për hir të këtij këmbimi tregtar të aeroplaneve, pra që disa zyrtar të Brukselit nuk arrin thu Kurti ta kompenzojnë një takim që mbajnë me Macron. Absolutisht. Mbështeten që pse kam thënë që çështja direkt nga Washingtoni. Çështja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe e kësaj administrate, aktualisht është shumë më profitabile në drejtim edhe të normalizimit të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sa çështja e Francës aktuale që është sponsoruese e planit të përbashkët me Gjermaninë për normalizimin e raporteve ndërmjet të dy vendeve. Sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë decisive në këtë drejtim. Bilëm është thënë disa herë që realisht për siguri kombëtare. Ligjë për siguri kombëtare, po është thënë presioni që po e ushtrojnë mbi Serbinë që të divorcohet përfundimisht nga Rusia. Dhe ky është një parametër shumë i rëndësishëm i cili do të ndikonte në drejtim edhe të relaksimit të raporteve me Kosovën. Dhe çka ndodh tash? Kryeministri Kurti do të këtë presion amerikan e shfrytëzon për qëllime tjera elektorale se gjoja Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të realizuar këtë objektiv të madh strategjik, po ushtrojnë presion mbi Kosovën që Kosova të bëj kompromisi që ata ta kenë atë përfitim real, që është çështje dhe kërkon mirëkuptim nga Franca, e cila haptazi dhe qartazi e thotë që haptazi dhe pa asnjë kujvok e thotë që Serbia vetëm le të blejë aeroplan premije se i lejohet të vazhdojë edhe me Rusinë dhe me Evropën. Kështu që janë pikërisht kjo papjekuri politike që në papjekuri po e thësën. Po ndëgjoj, papjekuri politike edhe të kryeministrit Kurti, po edhe çështje të njanshme shtetërore të Francës në raport me këtë proces, e cila në stazë afatgjate vetëm e dëmton edhe qëllimin e dialogut që ka të bëjë me normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve. Krejt në fund, 2 pyetje të fundit edhe 4-8 Zonja Osmani do të rrinë zyret të presidentës. Nuk e di ja do të rrë këto ditë metra, por edhe 4 ditë ka. Pas 4 ditë do ta shohim ose ministrin të saj politike ose në LDK. Shini zgjidhje tjera? Tash ajo do thot vetëm formalisht vetëm formalisht duket që është ende në zyre, sepse po e shohim tejet hiperaktive në terren, se çdo ditë është duke vizituar fshatra, qytete, familje, lagje të Kosovës. Madje në këtë drejtim është shumë më aktive prej pozicionit të presidentës aktuale dhe më duket se edhe subjekte tjera opozitare. Është tejet do të në terren, tejet aktive. Se fati ajo e para ka bërë qartë që sakrifikimi i saj për t'ia vazhduar pozitën e presidentës nuk e largon nga politika. E tha edhe një ditë tjetër që këtë detyrë nuk e konsideroj si fundin e karrierës time politike, por vetëm si fillimin e saj.
që e bëri ditur që tashmë do ta fillojë mirëfilli dhe do të çlirohet nga pengesat kushtetuese institucionale prej pozicionit të presidentes që e ka pasur, që nuk ka mundur të jetë më tepër aktive në jetën politike. A do të tash mbetet shije se si zhvillohen negociatat, se si lidhja demokratike e Kosovës, a do të mund ta gjejë kompromisin e brendshëm politik. Vrihet qartë që ka ekzistojnë dy tendenca, ajo është evidente, ajo e Lumir Abdigjiku që shihet qartë që do thotë është pro rikthimit të saj, ndërtimit të një fronti të përbashkët politik edhe me Vjosa Osmanin dhe struktura tjera që më i zëshmi ka qenë Abdullah Hoti, por besoj që prapa ti qëndron edhe një konjunkturë tjetër në lidhjen demokratike të Kosovës që kanë rezerva dhe janë kritik, madje nuk e shohin edhe të dobishme politikisht për shkak dëmit që ja ka ushtruar lidhjes demokratike të Kosovës gjatë karrierës saj politike. Është evidente dhe ajo që është më kryesore, ka paralajmëruar që deri me 4 prill, do thotë nuk mund të flas, pas 4 prillit do të çlirohet dhe do të na befasojë mbase me aktivizimin e saj politik, kështu që do të shohim drama të reja politike në këtë drejtim. Vjosa Osmanin se sa do të ketë sukses elektoral, unë këtu nuk mund ta them me siguri, mirë po që e njëjta do të përfshihet në vallën e drejtë për drejtë politike, nuk ka asnjë dyshim dhe asnjë mëdyshje. A do të ketë ndikim më pastaj për ta ndruar do thotë edhe konfiguracionin elektoral aktual në Kosovë? Kjo hulumtime jam i prirur më shumë të flas sa i përket dhënave të hulumtimeve të opinionit publik. Ajo që mund të them me siguri të plot, nga se i kam lexuar vetë ato hulumtime ndër vitet që janë bërë, ajo ka dalë njëra prej personave më të pëlqyer sa i përket liderëve politik gjatë këtyre viteve të fundit. Mirë po, ekziston një hendek i madh ndërmjet përkthimit të pëlqyeshmërisë politike në forcë elektorale, sepse nevojiten tjera mekanizma, nevojiten tjera struktura që një lloj disponimi të caktuar politik për ta shndruar më pastaj në potencë elektorale. Dhe një temë jo pak e rëndësishme për historikun, shpërtheu këtë javë, u mediatizua atë shumë sa që figurat më të rëndësishme falin për këtë. Për burgun e Dubravës, për masakrën e burgut e Dubravës, ku vendi Kosovës financoi dhe Ministria e Jashtme dha para për ish këshilltarin e zotit Kurti Shkelzen Gashi. U konstatua sa i deformoi historinë me tregimin siç u akuzua se e mori nga serbët, fillimisht nga Natasha Kandić, ajo akuzoi doli që s'ka pasur, domethënë, çka flet kjo ka solli. Për veti, unë jam informuar nga mediat, them drejtë, nuk i kam parë reklama që i kanë vendosur në shesh, mirë po jam shokuar nga ajo që kam lexuar nga pashtë që ka i shkruar, të thuhet që në vitin 1999 duhet të jesh jashtë kohës, jashtë realitetit, për mua është nonsens. Logjik, nuk ka nevojë brerit të lexohet, çdo kush që e ka jetuar atë kohë, nuk ka nevojë të lexohet askund hiç. Mjafton vetëm ajo intuita primare gjithë neve që e kemi jetuar atë kohë, që të thuhet që në burgun e Dubravës janë rënë njerëz që kanë qenë të armatosur. Kjo është më tepër se skandaloze, do të thotë. Për mua është një traum, një tronditje jashtëzakonshme për shkak se ne kemi jetuar atë kohë dhe në çdo kohë, si është e mundur që të burgosurit kenë armë brenda burgut. Më pastaj filluan arsyetimet e tij, mora nga Natasha Kandić, duli që as ajo nuk ishte e vërtetë, madje njëta pat një sulm goxha brutal ndaj të parit, duke akuzuar për ignorancë sa i përket prezantimit të fakteve të luftës. Për mua e kam thënë edhe në një reagim, do të thotë është që pasi u hoqën tabelat, ato mund të hiqen, mirë po dëmi është bërë, sepse në qendër Prishtinës janë vendosur mbishkrime për pjesën më dimshme të historisë sonë që nuk kanë referencë në atë ngjarje, që janë një manipulim dhe keq interpretim i pasur, që janë një dhunim psikologjik e moral i viktimave të asaj tragedie që ka ndodhur në burgun e Dubravës, sepse njerëz janë vrarë me dur lidhur, janë dëshmitar gjallë. Dhe si mund shkruhet tash, kjo hapet një dilemë e madhe, por kjo kërkon rrit një trajtim të veçantë. Kjo është një dështim jashtëzakonshëm institucioneve të Kosovës. Arsye sepse kanë dështuar në këtë drejtim, ata tash duhet ta japin. Si mund mbështetet dikush i cili pretendon të prezantojë masakrat
në Kosovë, kur edhe vetë ka pranuar që s'ka pasur asnjë kontakt real madje me asnjë familje, nuk ka dalur kur në teren, nuk ka bashkëbiseduar me asnjë të burgosur të burgut të Dubravës. Si mund të mbështetet një lloj projekti i tillë? Dhe këtu është, do të mendoj, përgjegjësia është jashtëzakonshme, më tepër se individuale Shkelzen Gashit. Ai mund të ketë drejt bëj çka do si individ. Shteti i Kosovës nuk guxon të mbështesë iniciativa të tilla. Do të këtë drejtim kryesia e kuvendit po të kishin kredibilitet moral, ata që kanë votuar pro mbështetjes kësaj iniciative, duke shpërndarë taksat e tona ndaj qëllimeve për qëllimet përfituese të Shkelzen Gashit, duhet të jepni ndërheqje morale sot pas përfundimit të mbledhjes së kryesisë. Të gjithë ata që i kanë ngritur duart për ta mbështetur një iniciativë të tillë dhe po ashtu edhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme persona të cilat e kanë mbështetur këtë iniciativë, sepse është nonsens logjik që të votohet për një projekt i cili shihet qartë që ka pasur deficienca të jashtëzakonshme metodologjike shkencore sa i përket prezantimit të fakteve mbi tragjeditë që ka ndodhur në Kosovë. Dhe kjo është njëri prej dëmeve dhe dështimeve më të mëdha të shtetit të Kosovës nga brenda në raport me këtë temë. Pjesa tjetër është procedurale, është e prokurorisë, është e institucioneve gjyqësore që duhet të mirren me personin e fjalë, do të thotë që me Shkelzen Gashin i cili ka manipuluar me këtë temë, mirë po duhet ta ndajmë edhe pjesën institucionale, përgjegjësia politike atyre që e kanë mbështetur dhe pjesa juridike atyre që duhet të merren për ta zbardhur arsyen dhe për të dëshmuar para opinionit publik se mbi çfarë qëllime djallëzore ka bërë veprat. Nuk ekziston, do të thotë, jo e mora këtu asnjë arsyetim, apo edhe arsyetimi apo edhe pretendimi tjetër se unë nuk jam fajtor pse nuk ekziston një listë zyrtare e gjithë vrarëve në Kosovë. Po arsyeja pse ti e pagu është që të plotësohet një mungesë. Cila është arsyeja pse shteti i Kosovës ty t'i jep 12.000 euro për një ekspozitë? Do të arsyeja është që plotësohet një mungesë e cila qenë ka evidente, por jo që të riprodhohet në mënyrë më skandaloze të riprodhohet kjo mungesë. Kështu që në këtë drejtim kjo është një dështim i shumëfisht me theks të veçantë, mbroj pikpamjen që përfaqësuesit e partive politike që kanë votuar në Kuvendin e Kosovës pro mbështetjes financiare nga Lëvizja Vetëvendosje, nga Partia Demokratike e Kosovës, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, po të kishin kredibilitet moral ata sot do të shkonin në shtëpi dhe nuk do të tentonin çdo përpjekje për shfaqsim e tyre është e kot, ata janë bashkë pjesëmarrës në këtë abuzim. Arsye pse kanë bërë një gjë të tillë mund të jenë të ndryshme, pushteti mund ta ketë bërë për shkak se Shkelzen Gashi është një apologjet i njohur publik i tyre dhe kjo pastaj na nxjerrë një temë serioze se si pushteti i përdor buxhetin e shtetit për të blerë lojalitetin politik të personave që e mbrojnë, ndërsa ata në opozitë base mund ta kenë bërë edhe ata për kalkulime oportuniste që ta amnistohen nga sulmet e Shkelzen Gashit, sepse ndodhi u pa që presidenti nuk e ka mbështetur këtë iniciativë dhe me njerë filluan sulmet e tij ndaj zonjës Vjosa Osmani, e që u pa qartë që kanë të bëjë pikërisht nga mos mbështetja financiare që i ka ardhur këtë drejtim. Kështu që për ta përmbyll këtë temë, do të Ministria e Punëve të Jashtme, ish ministri në atë kohë që librin e tij skandalos, gjë që pastaj sepse dëgjorit nuk ka asnjë lloj arsyetimi sepse janë ofruar dëshmi që edhe libri është skandalos. Historiani Durim Abdullah ka ofruar dhonat nëpërmjet një punimi duke treguar mbi defektet e atij libri. Çdo arsyetim politik i atyre që kanë marrë vendime për ta mbështetur një gjë të tillë është i paqëndrueshëm, nuk mund të thonë që nuk e kanë ditur, kanë pasur dhëna akademike që libri nuk ka qenë në rregull dhe Kuvendi i Kosovës po ashtu nuk mund të arsyetohet se nuk ka pasur informata se kush qëndron mbrapa kësaj ekspozite. Të falenderoj Kasolli për këtë analizë. Ishte kënaqësi.
Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.